Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech me mua Mateo Kadrion. Sot kemi disa tema shumë interesante për të diskutuar, ndaj mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me të parën. Google AI. Një inxhinier të Google ndezi rrjetin kur deklaroi se inteligjenca artificiale me të cilën po punonte, Lambda, Language Model for Dialogue Applications, kishte ndërgjegje. Jam një person, shkroi vet programi gjatë një bisede. Jam i vetëdijshëm për ekzistencën time, dua të njoh botën dhe të ndjej gëzim apo trishtim. Inxhinieri, imagjepsur nga dialogjet filozofik që kishte me sistemin, arriti në përfundimin se Lambda ishte e gjallë, në një farë mënyre. Ai madje e quajti kolege dhe tentoi t'i gjente një avokat. Google nga ana tjetër e hoqi nga puna inxhinierin menjëherë. Ekspertët reaguan me skepticizëm. Profesorët të neuroshkencës dhe bioinxhinierisë sqarojnë se inteligjenca artificiale është thjesht një algoritëm që simulon ndërgjegjen, por nuk e përjeton atë. Sipas tyre, inteligjenca artificiale mund të duket si e vetëdijshme, por nuk ka trup, ndjesi apo emocione të vërteta. Thjesht di t'i shpreh në mënyrë bindëse. Ky debat i nxehtë sjell një pyetje të madhe. A mund të ketë ndjesi një makineri që nuk ndjen? Siç shprehet një nga ekspertët, nëse një makineri thotë se ka frikë dhe unë e besoj, problemi është i imi. Pavarësisht polemikave, historia e Lambdas ka një ndikim të qartë. Po na detyron të rishikojmë se çfarë do thotë të jesh i gjallë në epokën e inteligjencës artificiale. Suksesit me kamerën e re, DJI ka bërë diçka të papritur. Ka sjellë robotin e parë të pastrimit të shtëpisë, të quajtur DJI Romo. Po, kompania që fluturon dron në qiell tani ka zbritur teknologjinë e saj poshtë mobiljeve të tua. Romo vjen në 3 versione, S, A dhe P. Ky i fundit është plotësisht transparent. Pra të lejon të shohësh gjithë mekanizmin futuristik që ka brenda. Por bukuria nuk mbaron me dizajnin. Ai përdor sensor dhe 3 lazera me kënd të gjerë të kombinuar me një algoritëm inteligjent perceptimi, për të shmangur pengesa aq të vogla sa karta apo kablo 2 mm. Në praktik, Romo i afrohet karrigeve, por shmang me kujdes çorapet dhe aksidentet e maceve. Me 25.000 Pascal fuqi thithje, Romo është një bish e vërtet, pothuajse 2 herë më i fuqishëm se të gjithë robotët e tjerë. Baza e tij pastruese bën gjithçka vet, zbraz, lan, mbush dhe e karikon vetëm në 2 orë e gjysmë. Versioni Romo P, përveç pamjes me xham transparent, ka dhe ndarje shtesë për solucione antibakteriale ose detergjent. Si çdo produkt DJI, edhe Romo mendon si dron. Harton vetë rrugën optimale të pastrimit dhe po, mund ta komandosh me Z ose ta përdorësh si kamerë sigurie live nga shtëpia. Me pak fjalë, pastrimi fluturon në një nivel të ri. Më 24 tetor ndodhi ajo që askush nuk e kishte parashikuar. Çmimet e thikave dhe skineve në Counter-Strike 2 ranë sikur më parë dhe fajtori kryesor thuhet të jetë vetë kriza ekonomike në Federatën Ruse. Po flasim për thika që kushtonin sa një rrogë mujore, e sot si merr dot as për një darkë në fast food. Situata u bë aq serioze sa dhe Banka Qendrore e Rusisë ndërhyri, duke deklaruar se tregu i thikave virtuale është jashtë kontrollit. Merre me mend, një institucion financiar që merret me ekonomi reale po mundohet të qetësoj panikun në një treg virtual lojrash me adrenalinë. Kjo mini krizë digjitale erdhi në të njëjtën ditë kur Komiteti Ndërkombëtar Olimpik refuzoi pjesëmarrjen e sportistëve rus dhe bielorus në kualifikimet për lojrat dimrore 2026. Ekspertët mendojnë se ky fenomen tregon diçka më të thellë, se ekonomia reale dhe ajo virtuale po fillojnë të përplasen. Kur një lëvizje monedhe ndikon në çmimin e një thike imagjinare, e kupton që jetojmë në një botë ku dhe inflacioni ka level up. Në fund të ditës na mbetet vetëm një pyetje: a do shpëtoj rubla para se të bjerë dhe karambit fade? Fillimisht ju kërkoj ndjes që kam përmendur Ferrarin 500.000 herë në episodet e fundit, por ama ky lajm duhet thënë, sepse Ferrari me gjithë famën, paratë dhe motorët që ulërasin, sapo prezantoi një makinë që nuk ekziston fare. Quhet Ferrari F76 dhe është një NFT. Po, një makinë që nuk e sheh, nuk e prek dhe nuk e ndes dot, por mund ta blesh. Është dizenjuar ekskluzivisht për anëtarët e Hyper Clubit të Ferrarit, një grup shumë elitar. F76 është krijim i Flavio Manzonit, dizajneri pas disa prej modeleve më të bukura të Ferrarit, dhe synon të tregoj se si do duket Ferrari i së ardhmes. Ka 2 timona, 2 pedale
dhe një formë që duket sikur ka ardhur direkt nga alienët. Megjithatë, brenda atij dizajni futuristik fshihet ende një motor me djegje të brendshme, sepse dihet Ferrari edhe në NFT se hiq dorë nga zhurma e motorit. Kjo makinë e padukshme feston 76 vjet nga fitoria e parë e Ferrarit në Le Mans, por edhe 76 arsye për të qeshur me idenë se në 2025-ën ende shiten NFT. Nëse mendoni se teknologjia është gjithmonë e zgjuar, prisni sa dëgjoni këtë. Në një shkollë të mesme në Baltimore, sistemi i sigurisë me inteligjencë artificiale ngatroi një qese Doritos me një armë zjarri. Po, e dëgjuat sa. Një nxënës po hante qetësisht patatinat kur papritur u rrethuan nga policia. Arsyeja, inteligjenca artificiale e shkollës kishte kapur në kamera diçka të dyshimt. Dora e tij duke mbajtur qesën e Doritos me një gisht të zgjatur, që sipas algoritmit dukej si një pistolet. Pra po, një patatin me shije djathi mbylli për pak një ditë mësimi. Drejtoria e shkollës më pas sqaroi se alarmi ishte rishikuar dhe anulluar, por një komunikim i ngatruar çoi policinë në vend ngjarje. Kompania që prodhon sistemin OmniAlert kërkoi ndjes, por shtoi me krenari se procesi funksionoi siç duhet. Po pra, vetëm që funksionoi pak si shumë i egzageruar. Ky incident ngre një pyetje të madhe. Nëse një Doritos u ngatrua me armë, çfarë do bëj sistemi kur dikush të mbajë në dorë një sanduiç me formë të çuditshme? Teknologjia mund të jetë inteligjente, por ndonjëherë të jep përshtypjen që ka nevojë për një snack. Betejë për të ardhmen e internetit është ndezur keq. OpenAI sapo ka hedhur në treg ChatGPT Atlas, një browser me inteligjencë artificiale të integruar, që synon të bëhet porta kryesore e çdo klikimi online. Dhe le ta themi hapur, Google nuk është as pak i lumtur. Atlas nuk është thjesht një Google Chrome. Jo, ky është një super asistent që të ndihmon të kërkosh, të planifikosh, madje dhe të rezervosh tavolinë për darkë pa dalë fare nga faqja. Tani, në vend që të shkruash në Google bare të lira në Long Island City, ChatGPT ta gjen, ta rekomandon dhe të pyet: "Në çfarë do ta bëjmë rezervimin?" Shef, CEO-ja i OpenAI, Sam Altman, e përshkroi Atlas si një hap drejt asistentit perfekt që kupton botën tënde, duke si një AI që të njeh më mirë se prindrit. Ndërkohë, Google po përpiqet të mos dridhet, sepse Atlas i ka dalë përballë direkt biznesit që i sjell miliarda kërkimit online. Sigurisht, Google nuk do ri duar kryq. Chrome tashmë ka Gemini që përmbledh faqe, gjen përgjigje dhe së shpejti ndoshta do të bëj dhe kafen. Por tani për tani, Atlas është si ai student i ri që hyn në klasë dhe merr direkt vëmendjen e të gjithëve. Pas shumë muajsh me thashë theme, Samsung më në fund zbriti në ring kundër Apple'it me pajisjen e re. Galaxy XR, një headset që i thot Vision Pros, e i shok, nuk je vetëm ti tashma. Galaxy XR punon me Android XR të Google dhe chipin Snapdragon XR 2 Plus, Gen 2 nga Qualcomm. Shumë numra, kushton $1.800 që është gati sa gjysma e Apple Vision Pros. Do më thënë, mund të marrësh XR-in dhe një udhëtim në Greqi. Në shifra ekrani, Micro OLED ka plot 27 milion piksela, 6 milion më shumë se Apple Vision Pro. Por refresh rate-i është 90 Hz, pak më ulët se 120 Hz të Apple. Peshon vetëm 545 gram, me pak fjalë nuk e ndjen në kokë, është si kapele verore. Samsung thot se është dizajni më ergonomik për përdorim të përditshëm. Për ne, kjo përkthehet mund ta mbash në kokë edhe kur po përgatit kafen. Galaxy XR lejon Google Maps në 3D, YouTube në realitet të shtuar dhe madje mund të vizatosh një rreth me dorë në ajër për të kërkuar çdo gjë që sheh përpara. Pra po, tani mund të kërkosh në Google një sanduiç duke e parë vetë sanduiçin. Kush e blen para fund vitit merr Explorer Pack me plot bonuse, nga YouTube Premium të abonimi i NBA. Në fund të ditës Samsung po thot, po, Apple ka Vision Pro, por ne kemi Vision për njerëzit që duan syze pa shitur veshkën. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj të keni mësuar diçka të re. Mirupafshim nga unë Mateo Kadriu dhe do dëgjojmë në episodin tjetër.